Tojonit Bunës përpjeti të lloj ekspozita hapur në ambient Galerisë Artëve në Shkodër, një ekspozitë e cila bashkon në një rrugtim artistik 6 piktor nga Ulqini. Në Shkodër me hap ekspozit, duhet me qeni përgatitur mirë, se Shkodra ka dhënë, jo për Shkodër, po për tanë Shqipërinë ka dhënë piktor të njoftën shumë. E këtu ishtë konkurenca e fortë në ekspozit. Ashtë një ekspozit interesante, si e tha që çdo herë, sikur kur vjen në Shkodër, çka do që ekspozon e ka një kuptim e një bukuri të vetën. Kështu që ne sonte këtu jemi artistë ndryshëm, edhe për nga stilet, edhe për nga moshat, edhe për nga formimet, por që e kemi kështu një linjë të përbashkët që na lidh. Do shta ishte kjo dashuria për artin dhe dashuria për Shkodrën. Drejtori i Galerisë Artëve në Shkodër foli për titullin e kësaj ekspozite. U zgjodh pikërisht Buna si ai element gjeografik i cili në rrjedhën e saj është e lëndrueshme nga të dy anët. Dhe në këtë rast, më qenë se artistët nga Ulqini kanë zgjedhur të vinë me Shkodër, këto po i ngjiten Bunës përpjet në mënyrë metaforike dhe vinë si tush me pajën e tyne. Siç ka qenë edhe zakoni dikur, që mes Shkodrës dhe Ulqinit janë bashkënda përmes rrjedhave të ujit, histori njerëzore, trashëgimi kulturore, pse jo, është përcjell lidhje fizike mes njerëzve. Ekspozita do qëndrojë e hapur deri më 13 qershor.